Kampionja evropiane e atletikës Luiza Gega ka vendosur që të mos marrë pjesë në kampionatin evropian për shtete që zhvillohet këtë javë në Sloveni. Një vendim i fortë por i mbështetur në parime të qarta profesionale dhe njerëzore. Përmes një mesazhi të sinqert në rrjetet sociale, Gega ndau shqetësimet e saj për mungesën e seriozitetit dhe organizimit nga Federata Shqiptare e Atletikës, sidomos në lidhje me kushtet e udhëtimit dhe mungesën e uniformave zyrtare për ekipin kombëtar. Ajo theksoi se një rrugë 20 orëshe me autobus është e papranueshme për çdo sportist në prag të një gare, duke kujtuar vitet e vështira të së kaluarës. Megjithatë, qëndrimi i saj nuk është thjesht kritik, por një thirrje për ndryshim dhe dinjitet. Luiza nuk flet vetëm për veten, ajo përfaqëson zërin e çdo sportisti që meriton respekt dhe trajtim të denjë. Përkundër pengesave, Gega mbetet një simbol force dhe përkushtimi për sportin shqiptar. Refuzimi për të pranuar më pak se standardet që i takojnë është një akt guximi që meriton mbështetje. Luiza Gega nuk është thjesht kampione në pistë, por edhe në parime, dhe kjo e bën atë një shembull të vërtet për brezat që vijnë.